Ataqa. Përshëndetje gjithëve. Po, e keni pa titullin shumë mirë. Dikush më ka bë dis. Turnet me shok të nkall, më thonë osona, ke pa që të ka bë dis dikush? Thash me vete unë dis? Si dis o vlla, ka bë dikush video kundër meje? Jo video. Dis tamam, kong. Si qysh tek o vlla, ç'pun kanë me mu? Qa bona unë i shkreti, unë as videos po bëj. Edhe kur hyna me pa, nuk na ishte një dis, po ishin shumë. Edhe më nova di qa, është hera parë që më ndodh kjo gjë, du me bë video. Ta në gjë është thonë për mu bashkë me ju. Si fillim du me ju thonë që këti personit doja mbuloj emrin e kanalit që mos shkoni të komentoni ndaj gjë negative. Se sa do ky person mund të ketë ndaj problem me mu, unë nuk është se kam probleme me rob. Kështu që do e marrim me sportivitet dhe vetëm do enjoyme edhe të reagojmë te këto disa. Ju mos harroni me bëj like edhe subscribe. Kjo është më e rëndësishmja. Edhe shkojmë. Okej, këtu jena të kanali. S'di që jeni të pa ju se gjitha ne pas e shkujt emrin e vetë, shu që është po blur. Por që pas ka 2500 suba gati, që nuk janë keq. Por gjëhet që po përshtypje, është i verifikum nga YouTube-i. YouTube-i ka verifiku këta dhe mu jo. Jeta është të pa drejt. Seriozisht. Dhe me thonë kjo ka regjistru vetën si këngëtar në për platforma si Spotify, DistroKid e tjerë. Po të thonë jo son nga e diti që janë disat për ty. A e ka shkujt aty që është dis për Alkingzin, ata ka përmen emrin. Jo, këto nuk i ka bë, ama shifeni pak këtë postimi që ka shkujt. Jam të mendu, do të bëj një dis të fuqishëm për Alkingzin. Me e degeneru, thot, jo degeneru, po nejse. Si mendoni ju? Po, jo. Nuk ja vlem u marrë ma të flishësirë. Po për zotin jam i la më vlla, pse flishësirë? Nejse më pak fjale shifni që ka një farë urrejtje për mu ky djalë. Kështu që tash që u sqarum se për kë janë disat, shkojmë edhe një gjë. Okej. Me gisht mesit që në fillim. Drita nez, maskat bjen. Drita nez, maskat bjen. Drita nez o për momentin, maska, vetëm po qujtë e këto syzet mask, se gjë tjetër s'ka. Ja, nejse rana dhe këta. Pa emra, për kush e nje veten. Pa emra, do më thënë s'kam përmen emra. Edhe në qoftë se keni kuptu dhe tash, këto nuk janë kong të knume nga një person i vërtet, po nga inteligencë artificiale. Ti flet për views, unë flas për pesh. Ti e viral sot, nesër vesh një resh. Unë jom real, jo tren që tret e shpejt. Ti e online, po jashtë jeve shpejt. Tashi, ti flet për views. Dija flas na herë për views, o? Unë flas për pesh. Qa i bje kjo? Flet për pesh. Se di, ti e viral sot. Jo, s'është të vërtet? Nesër vesh një resh. Ndoshta fjalorim nuk është i pasur mjaftueshëm, po s'besoj që një rob mesatare din se çaj bie resh. Vetëm nëse është në një dialekt specifik. Unë për vete nuk e di çaj bie resh, po nesër jam resh, ta dini të gjithë. Unë jam real, një person që përdor kong me inteligjencë artificiale, thot unë jam real. Okej. Ti bën zhurmë për klik, s'ke as një bosht. Jeton me tituj, unë jetoj me kost. Tham na ili fort, për mbajtje bosh. Kur mbyllet kamera, s'ke as një post. Ti she dram, se s'ke ide. Unë s'flas shumë, veç e boj si dut me qen. Ti kopjon stil, kopjon rrug. Unë jam burim, ti veç screenshot nud. Okej, unë bëj zhurmë për klikime. Teknikisht një youtuber atë punka, po nejse. S'ke as një bosht, s'jam dakord. Jeton me tituj, jo se bëse titujt e mi janë 90% shumë të lodh. Unë jetoj me kost. Ti jetoj me koste, me dhalle, me qumshte. Nejse, e di që ka për kosto, po sikur s'ka shumë kuptim. Po inteligencë artificiale, nuk është se pritet shumë për saj. Thumbnaili fort, këtë paktën edhe rob që më ka një natë, që s'do me ma pas uratin, këtë më pranojnë gjithë, thumbnailat, ja keq. Kështu që qëllimin tim e kam arrit, bëj diçka aq mirë sa edhe rob që më ka një natë e respektojnë o dha. Për mbajtje bosh, i bie kontenti është i lodh. Varet, 80% e videove që janë nxjerr këto kohë të fundit kanë qenë reklama, kështu që mund ta qush ashtu, nëse nuk të interesojnë. Po për videot që bëjnë në Shqipëri për shembull, s'mundet me të thonë kurrë gjë. Videot në Shqipëri janë kur mbyllet kamera, s'ke asnjë post. Po mas ti e mbyll kamerën, e bëj editimin dhe postoj video, kështu që. Okej. Ti shet dram se s'ke ide. Sa po e bëj këtë gjë. Ma futi. Këtë gjë e pranoj, unë vdes për drama, vlla, vdes. Se unë shoh YouTube-in e huaj ku gjithmonë një dram do ndodhi atje.
Sidomos që jam rrit me KSI unë I cili çdo rob që I ka dalë përpara ka bë dram me ta edhe kanë qenë shumë video interesante edhe kam pa që është diçka që e ndihmon shumë YouTube-in drama. Po problemi është se jena shumë pak youtubera shqiptarë edhe jena shok me njëri tjetrin, kështu që s'ka kuptim ndodhin drama. Tishim pak më shumë e mos tishim rob njofun, ja kishim plas njëri tjetrit, ti e kështu e ti ashtu e do kishte qenë shumë më interesant, po. Fajresht. Unë s'flas shumë, veç e bëj si duhet me qenë. Okej. Ti kopjon stil, kopjon rrugë. Kopjon stil. Kopjoj. Frymzohem, po, nga sidemenat. Kopjoj rrugë. Rrugë jo. Mos dia se çfarë rrugë janë vet, le mo të kopjoj dikujt tjetër. Unë jam kap të gjitha, valla. Bëj content të çdo anshëm. Unë jam burim ti vesh screenshot në rrugë. Ora, çfarë rrugë ka lo ti valla që shif ke screenshot në rrugë? What the fuck? Unë jam burim. Po e pa të ujin e pastër, na thuaj sa lekë ke bidonin. Apo dhe du me thonë që kështu sikon kjo shumë e lodhë, se është nga të parat që ka bo ky, tjerat janë edhe më të mira, kështu që shifni. Nuk porrit shumë te kjo se është shumë varëlesht. Keki bropa, po je vetëm krye, se kur s'ka kamera, s'ka kush me t'krye, ti flet për sukses, po se ke pagu, unë kam ec nërsir dritën e kam gjet vet, unë algoritmi do, po jet asnje, kur s'ka like, kush jetin thell, unë s'kam nevoj, më shty me zë, emri im rritet edhe pa bë zhumre. What? Gjysë ma këty në fjalive nuk kanë kuptim. Por, prap të analizem. Kjo ekip mbrapa, po? Po je vetëm në krye. Qa I bie kjo? Që e kam ekipin, po hec kam hec vequn? Se është as kjo vërtet, se gjithmon ekipin jam munu ta ndihmoj të heci me mu? Se kur s'ka kamera, s'ka kush me të krye. Ti flet për sukses, po se ke pagu. Vlla, kur ke sukses, paguesh ti, nuk pagun. Nuk e di si funksionon nga anët tuja. Për ne mundohet robit ketë sukses, që të paguhet. Jo të paguj. Unë kam hec në ersirë, po nisi drita do vlla. Dritën e kam gjetë vetun. Po ja, pas e gjetë dritën, pse ke nërsin? Algoritmi do. Rren më të madhe një time s'kam pa. Algoritmi vërsa se më shan ftyrë mu, e se më pështyn ftyrë, vlla. Na bje shpesh herë dhe si mohabet me shok që qa dole video e me bën, algoritmi hiq se shty videon për me ecë më mirë. Si plas hiq, thot qa është views do marrë që aty rri, s'ka mo. Qa jo problemi më I madh që s'm do algoritmi, kjo thot algoritmi do. Po jeta nuk të nje. Fire publike për jetën, jam Elisoni, du të njifemi, se fakti që nuk njifemi po bën probleme serioze të tjertë. Kur s'ka like, kush jetin thelb. Rob pa like. Unë s'kam nevoj më ushty me zë, përdor zonën e inteligjencës, emri im rritet, edhe pa bë zhurmë në re. Si bë zhurmë në re, vlla. Çaj bie që në të tjerë të hypim në re dhe bëjmë zhurmë. Kur jam në avion, s'bëj zhurmë në avion, vlla, kufjet në vesh, shoh film. Se di. Pa emra kjo dis, po mesazhi shkon, kush jeton rena preksoj bie poshtë, unë vazhdoj rrugën tim betesh ekran, kur mbyllet YouTube-i, kush je realisht man. Oh, mos. Pa emra kjo dis. Ky dis duhet, jo kjo dis. Po mesazhi shkon. S'm ka ardhur mesazhi. Kush jeton rrena, prej kësaj bie poshtë. Ti që jeton rrena kera poshtë. Si kuj pate sy që urzove ere poshtë, budall. Unë vazhdoj rrugën, te rruga në Ersir, nis dritat kësaj herë, lutem. Ti mbetesh ekran. Unë jam Elisoni, unë jam ekran. Kur mbyllet YouTube-i, kush je realisht man? Njëti trap, njëti pallosh. Kaq pasta kjo kong, kështu që shkim të më të mirat. Okej, te konga radhës. I di kush je, po emri jot s'vle mu përmend. Oh, ti je mbret në tham në nil. Një trajla je klombën si bos kamera jashtë njas. Lagja jo të rreth e Charktown. Views të blame, commentet fake. Algoritëm I lodhun. Ku vjen puna për respekt, emri yt është I ftohun. Flet për para, flet për fam, po këtë janë ilusione. Ti je aktor YouTube-i, jeton me skene role. Kur fiket kamera, heshtja as kusht të njen rrug. Unë vim me vargje të rënda si pluma në pushk. Qa thumar. Vjen bret thumbnail, pra paktën këtë gjë ma vlerësoka. Nuk më pas ka qa qinat të pjesa thumbnailave. Një të rale je klon. Edhe këtu gjys drejt ka thënë drejtën. Ato që më njohin më thonë pak që je shumë budall. Po me kuptimin e mirë, do me thonë që kam qef shumë bë njerëzit me qesh. Punën e klonit. Bën si boss në kamera. Je kesh tash. Dhe ket për atë videon 24 orë makinë që atë 2000 lekësha për ne. Thot boss si boss për atë 2000 lekësha. Hedhim 2000 lekësha me gocë, hedhim për t'i marrim edhe ja. Hedhim 2000 lekësha për t'i marrim prapë, se ka që lekje, na 4000 lekë. Jashtë të një as lagja jote. Tu rrend. Me rëfshem njofin ata.
Edhe gjysma lagjës në gjithë mjet. Por lagjën Shqipëri po them se këtu jo. Views blej me komentet fake. Jo, thjesht jo. Po të blesha views do blesha shumë pak, nuk do blesha pak o vëlla. Komentet fake, unë gjithmonë ankohem se shikus të mi nuk komentoj mjaftueshëm, kjo thot komente fake. Algoritëm i lodhun, e vërtet. Po, jam dakord. Ku vje puna për respekt, emri yt është i ftohun. Po futem mikrovalë vëlla të grofet. Flet për para, flet për famë. Unë? Po, flas, se si s'kam lek, për famë s'flas ndonjëherë. Ti aktor i YouTube-it, jeton me skena e role. Ora ka për videot me role, ky gëta me role, që s'pe marr vesh. Ku fiket kamera, e pasa shumë serios dhe këtë fikmen e kamerës. Vetëm si informacion, kamera ime fiket me zë, i them thjesht fli edhe flen. Jam i qartë tash se që ke fiksuar me këtë fikmen e kamerës. Kur fiket kamera heshtje. Jo, zakonisht, fiket kamera dhe po bëj video me shok, fillojmë bërtasim me njëri tjetrin, ose kur do bëj video vetëm, shkoj bërtas me shtëpis. Askush s'njen rrugë, as sikur o zot, as sikur mos më njifte. Gjëja që më pengon më shumë është që më njohin njerëzit në rrugë. Në Shqipëri domethënë, jo. Prank, pos, pranku, drama për klikime thjeshta. Jetë rreme për views, ken art për sërritshëm si kaseta. Komentet i fshin, kur dikush prek nervin. Se e di që fama jo të rimbi një fi serveri. Ti bën si gangster në video me post teatrale. Po kur del jasht, heshtje totale. Unë s'kam nevoj për filtera mu duk maj fort. Se shdo rim që shkruaj godet si grusht në port. Prank pas pranku. Thos djej kam 5 pranke gjithë karrierën time. Drama për klikimet thjeshta. Kjo po. Jetë rreme për views. Shep bëri thafë? Skenart përsëritshëm si kaseta. Skenart përsëritshëm. Përveç reklamave, pas ato se me skenar jam shumë freestyle. Komentet i fshin kur dikush prek nervin. Komentet i fshi vetëm kur shajnë në mënyrë kafshe. Ndryshe jo. Se e di që fama jote rri mbi një fije serveri. Serverat e YouTube-it rri fama, rri kanal jo vëlla. Ti bën si gangster në video me post teatrale. Unë gangster. S'pun kam unë me gangsterin e vëlla. Që e thot kyre? Se dire vëlla ku i ke pa gangsterin, po prej me e jojher. Po kur del jashtë, heshtje totale. Jam rrap shpje kur dal jashtë, ai zhurmë e madhe, dhe raca shek të Belgjik për tasin si kafsh, kështu që nuk ka heshtje. Do doja shumë të ishte i heshtje totale, po s'është. Se çdo rim që shkruaj godet si grusht në port. Topën port ka kuptim. Grushtin surat tjetrit ka kuptim, po grushtin port o vëlla? Se di qa futbolli shif këti po. Nuk funksionon kështu, qofse do me dit, ju shif rregullat e futbollit, nuk funksionon kështu. Sta përmenda emrin. E di. Po kush e di? Kush e di. Ky është edisi i dytë, shkojmë me të radhës, nuk e di është i fundit. Okej, kjo është e fundit, te tashi se këti i teket me nxjerr tjera, nuk i dihet. Edhe me sa më thanë shok, si Kong është ma e mirë sa tjera, se tjerat ishin u dukte shumë e jaj, u dukte shumë varlesht, pa pikrime, kjo më thanë që është ma e mira. Kështu që shkojmë edhe e vlerësojmë vetë. Ti e kreator. Po! Kreator, tash i krijoj video, kështu që kreatori bjetja. Gaming, prank. Wow, çfarë artist. Je kesh, tash i artist, që unë artista, qa? Gaming, prank, edhe wow bëj. Thumbnail me goj hap, titull OMG I got hacked. Dhe në fund as gjot. Respect bro, real talent. What the fuck? Thumbnail me goj hap, ato i bëj. Titulli oh my god I got hacked. Unë një herë më kanë haku edhe ishte e vërtet. As titullin se kanë vu oh my god I got hacked. Shumë cringe. Dhe në fund as gjë. Që kjo pak i herë, nejse. Ataqa. Kliki me fake ti jeton për reaction. Unë vi real ti Wow, wow. Wow. Ç'ndodhjer? Okej, shok pas drejt. I diferencë goxha madhe si Kong, ato tirat me kët. Kërë dhe direkt me bars, ka dalë vëlla. Hajde. Kliki me fake ti jeton për reaction. Unë vi real ti checking për attention. Pranki yt, veç screen që pa sens. Unë me bëj damage me basti me nonsense. Controlla në dorë, po s'ke skill në loj. Veç për tet për views, audience në gjumë bro. Ti e lupi një çdo video copy. Unë jam upgrade level ti stock në lobby. Okej. I like it. Picasso. Flet për grind, po s'ke bër as gjë vet. Veç tam nas me ngjyra, për me kop ndonjë klik të shkret. Algoritm baby, pa shpirt pa stil. Unë e dje kët mic, ti buffering still. Okej, klikime fake ti jeton për jeksh. Të dyat fake, të dyat gabim, nejse.
Unë vi real, ti veç acting për attention. Jo, prank i yt, veç cringe pa sens. Varet nga shihet, sa mund ta shohin kështu, sa e pëlqejnë, sa në kohë. Controller në dorë, prit. Controller në dorë, po s'ke skill në loj. Më na prek në sejtë tash jo, burr. Edhe ajo e vërtet. Skill sa në çdo lojë që luaj nuk kam. Okej, tash jo po shumë personale, na preke seriozisht. S'kisha nevojë me u fut aq thellë. Veç vërtet për views, audienca në gjumë. Po dhja racë mos sa bërtasun me zonë gjumë me gjithat bërtitme, pas ke gjumin. Çta të them? Komentoni nëse ju ka zonë erë gjumi tu paj videon time. Ti e lupi njëjtë, çdo video copy. Domethënë bëj kopjoj vetëm, bëj njëta gjona gjithmonë. Sikur s'ka kuptim se unë edhe vetë kam problem që të bëj gjithmonë njëta gjona, gjithmonë mundohem bëj një ndryshim. Edhe nëse jam të bëj njëtën video, për shembull në sponsor, mundohem të shkoj ta bëj një stil pak më ndryshe, me event më ndryshe, të bëj diçka më ndryshe. Po nejse, ti duket e njëjtë. Unë jam upgrade level. Upgrade ke bota drejtë nga fillimi, kjo është 100 herë më e mirë se sa çan gjumë çpar. Ti stak në lobby. Merr shpje ngel ka herë në lobby 2 orë në Rocket League. Flet për grind, po s'ke bërë asgjë vet. Po kush e ka bëu vlla? What the fuck s'ke bëu asgjë vet. Ka ardhur ai kush tjetër më ka marrë këtu, ka thënë hajde se po punojmë për ty, fli gjumë ti. Vesh thumbnails me ngjyra për me kap në klik të shkret. Kjo është e vërtet. Kur e ka të vërtet e ka vlla, s'ke çaj thu. Algoritëm baby pa shpirt pa stil. Se di pse që ka fiksu këti që algoritmi më ndihmo mu. Vlla nuk dia ke sy me pa që ka i nat algoritmi mu, ose më ka edhe më i nat se sa ti, që po bodisa. Unë e djeg këtë mic ti buffering still. Po mos e digja dhe se me që di bosh këngë të tjerë. Rova se përdor mikrofonin fare, si bëm me kompjuter. No content, veç zhurmë në ekran. Ti e trendi, remun real në plan. Mos u krahaso, se s'jemi njësoj. Ti e prong, pa kuptim unë dis që shkatron loj. Ok, o prish pak, a i zoni i fillimit shumë ma egrë edhe ma interesant. Ti e trendi rem, unë real, po nuk jam trend, valla, nuk e di pse është fiksu me këtë punën e trendit. Jam i vetmi person që s'kam qenë kurrë në trend. Gjithmonë të rrit kadal, nuk është se jam rrit vup moment edhe që aty kam marr. Unë gjithmonë kadal. Mos u krahaso se si jemi njësoj. M'fal, nuk e krahasoj më vetëm me ty. Score hour challenge sa herë ke bo audience load po ti prap let's go clickbait king po pa kuron në kok se kur bie hype betesh vetëm me shok ti bën kamedi po askush qesh unë hedh një line ndjen si stres parody player pa identitet unë krijoj wave ti vesh një trend mos fol për emrin tim për exposure se unë jam pressure ti small exposure kur hyn në beat bëhesh of se një varg i imi është full disconnect and screen jo të subscribe and like po njerëzit largohen swipe good night kjo është video është final strike game over për ty no second life. Oh, ky vers e dytë më vrau. Shova shpirt. Ky vers i dytë edhe më i mirë se i pari më duket. Për ta lexoj mirë çfarë tha. 24 orë challenge, sa herë ke bë? 24 orë pa internet, 24 orë në shtëpi të praktikisur, 24 orë në makinë, 3 herë. Edhe një herë kam bërë 24 orë të ndotë telefon pa e ka qenë reklam, kështu që se kisha qyt. 3 video. Audienca lodhet po ti prap let's go. E kundërta, unë në lodh aty i bëtë video, audienca të pëthon, bë prap. Video 24 orë në makinë, doli video ma e mirë dhe ma e pëlqyme me kanal tim. Clickbait king, po pa kurorë në kokë. Ma shumë clickbait a bëha demi, të ndrejta. Pa kurorë në kokë. E mora një të Burger Kingu, po se di ku e kam qu, për që s'kam e vërtet. Ti bën komedi, po askush nuk qesh. Ta që qatë bëj rishkreti, unë bëj humorin që di. Po i qeshën mirë, po s'qeshën qatë bëj. Qatë bëj. Kush qeshe i mirë, kush mos qeshe, çka të shohin ai gjë tjetër. Unë krijoj wave, ky krijon dalg. Ti ishe që na i bën ato dalgët te vlogu në plazh si? Ta ki kishe të provur, sheshin ato dalgë ashtu. Ti veç ndjek trend. Jo, unë nuk i ndjek trendet, dhe kjo është arsyeja pse unë nuk rritem shpejt me subscribe me gjona. Sa shofi trend unë shkoj nga e kundërta. Unë e shaj trendin, edhe midhe ka njerëzit kundër. Mos fol për emrin tim për exposure. S'ta kam përbejnë emrin, kështu që janë në rregull. Dhe unë jam pressure, ky është presion. Ky e din të ngjehet në presion, ky është presioni. Pau. Kur hyn beef, bëhesh offline direkt. Jo, kush do beef, hajde. Për beef, keni të pari në shok. End screen-i jot, subscribe dhe like. Është end screen-i çdo youtuber, jo veç i imi, po nejse. Po njerëzit largohen, swipe, good night. E vërtet, par ne nuk kam subscribe, unë se bëj subscribe. Unë e vej aty subscribe edhe like. Njerëzit thanë, ja, hikse se bëjs. Edhe e heqin. E vërtet, kjo është, ja ku e tha, ky boje like, subscribe më rëton këshin qënd, boje. A shef e thot edhe tjetri, edhe unë do të më rënë dakord sa, më vërtet se boni, ç'a të bëjo? Kjo s'është video, është final strike. Po more 3 strike në kanal,
mbyllet kanali, ky që ka strajku i fundit. Kështu që unë si kam marrë 2 partë, kështu që edhe më martë ky nuk është mbogja. Game over për ty, no second life. Loja mbaroi, nuk ke një jetë të dytë. Jo është bëm respawn. Kjo ishte pjesë vajlesht. Kjo ishte vajlesht. Si që thash edhe në qofë se dikush për jush është aq kurios sa me ju mi ngju këto kong, edhe do me i komentu në gjë negative se gjas me pse e shaj lisonin, mos e boni, unë nuk prekem, nuk e kam problem fare. Bile më duk interesante që dikush ka bo disa për mu që është diçka e re, thjesht du gjëna të reja, nuk këm plasa janë pozitiva këshia për mu. Thjesht boni gjëna të reja. Du me ngju, du me pa, është diçka interesante, pëlqeu. Që s'du as një oli që kita shaje. Nejse, faleminderit që keni pa videon. Si që thash, mos harroni bë like edhe subscribe. Edhe bashkë shifina videon e radhës. Bye bye!